Kryeministri Rama në takimin në Athinë u përgjigj një qytetareje e cila i shpreu shqetësime për administratën publike dhe për dokumentet e tokës së saj. Kreu i qeverisë tha se shumë shërbime mund t'i marrin përmes platformës online i Albania dhe nuk ka nevojë për të ardhur në Shqipëri. Rama kritikoi qytetaren e cila tha se administrata është zero, tërsa u shpreh se nëse një gjë e tillë do të ishte e vërtet, BE nuk do thoshte se duhet që të futemi në Union. Jeni e figurë shumë e shquar për momentin, por ka mangësira pas kaq kohëve që jeni udhëheqësi i Shqipërisë. Mangësitë që janë shumë të mëdha dhe që vrasin ose janë tek njerëzit të ultit, që nuk kanë takatin të arrijnë degët e mëdha. Administrata është zero, sipas ligjit që kemi marrë të tokave, se do t'i përvecojmë akoma në këtë kohë kemi marrë certifikatën e tokës. Kush më siguron që ky do të jetë premtimi i realizuar dhe të vihet të bëjë investime, tha qytetarja. Ju deri dje për të marrë një copë letër duhet vinit në Shqipëri, u përgjigj Rama. Sot nga Greqia dhe Australia mund të marrë shërbime drejt për drejt në platformën i Albania, kështu që pjesa dërmuese e shërbimeve nuk ka nevojë të vish në Shqipëri, të takosh administratën, të japësh lek apo të fusësh mik. E vërteta duhet vendosur aty ku është. Nuk po them se nuk e të drejtë, por të ishte zero, nuk do na thoshte BE hajdeni. Me administratën zero negociatat me BE-n janë këto. Momenti kur BE të thot hajde futu, do të thotë se ke shtet që funksionon si BE. Mos më thoni se në Greqi është perfekt çdo gjë. Kur fillova këtë punë kisha flokët të tëra të zeza dhe dhëmbët i kisha të mijat. I kam të bukur, por nuk janë të mit. Paketa ka këtë. E kemi bërë për të gjithë ata që kanë tokën në fshat, e të parve, por nuk kanë dokumentet. Atëherë në fshat e di që është toka jote. Paketa e maleve ka shumë njerëz që janë në zona të caktuara në veri apo në jug, që e kanë tokën, por nuk kanë konflikt për tokën, nuk e kanë pranuar 7501-shin. Këta nuk marrin dot leje për të zhvilluar diçka, kredi në bank, sepse nuk kanë hipotekën. Nëse futen tek paketa, mjafton që Këshilli Bashkiak t'i jap një dëshmi që kjo është toka e këtyre që janë zotrues, por nuk kanë letrat. Merr atë dëshmi, ne japim lejen e zhvillimit, merr kredinë e but në bank, paguan €1 dhe kur mbaron investimi, toka bëhet 100% me hipotekë, tha Rama.